Një javë më parë ju treguam shkeljet e një pasnjëshme ligjore të shoqërisë aksionere turke Tet Albania Tunnel and Mining, e cila kryen aktivitetin e saj minerar në disa zona malore të veriut në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Deri aty sa të arrijë të kryej punime pa dokumentacione të përkatëse dhe të largojë nga puna plot 62 minator, vetëm pse kërkonin plotësimin e kërkesave të tyre të mohuara. Mirë po, pronarët e Tet Albania nuk janë të vetmit turq që vinë në Shqipëri për të marrë pasurinë kombëtare. Dhe në vend që të investojnë mbrapsht për komunitetin për rreth, shkatrojnë mjedisin, pa ju friksuar as pak pasojave ligjore. Prandaj këtë herë udhtojmë edhe më në veri të vendit, në Fusharës, për të parë nga afër shkatrimin që është bërë lumit fan nga shoqëria aksionere Beralb, e cila operon prej shumë vitesh në territorin tonë. Kjo është grykderdhja e ujit që vjen nga mali nga kompania Beralb, një kompani që merret me përpunimin e bakrit. Dhe e gjithë kjo papastërti, e gjithë kjo ngjyrë vjen si pasojë e shkarkimit të ujit me mbetje nga kompania Beralb dhe e gjitha vjen këtu. Shikojeni pak se çfarë ngjyre ka marrë toka, uji, gurët. Ky ujë ndotur që vjen përmes tubacioneve nga aktiviteti i firmës turke derdhet këtu, në përrojën e Mitsojit, i cili bashkohet pak metra më poshtë me fanin e vogël, një degë lumit fan, duke e kthyer këtë të fundit në një lum të vdekur, pa bimësi dhe pa gjallësa. Dhe kjo pa frikë mund të konsiderohet një katastrofë mjedisore, sepse fani bashkohet me lumin mat duke u derdhur më pas në detin Adriatik. Është një ndotje mbi 100 kilometra në vijë rrjedhëse, e cila shkaktohet nga kompania e përpunimit dhe pasurimit të bakrit Beralb. Ndaj më datë 16 korrik 2025, gjendemi përpara portës së Beralb, e cila ndodhet jo shumë kilometra larg mbi qytetin në malin e Munellës. Situata është vërtet emergjente, ndaj do të donim një përgjigje për ndotjen që i shkaktuar lumit, i cili nga sipër duket si një gjarpëri ndryshkur. Unë jam Freardi, nga emisioni Piranja, do donim të takonim në një përfaqësues. Po, patjetër. Nuk e lejmë me një marrë këtu, se nuk janë këtu. Përgjigje që e mendonim që në fillim. Pasi na përcollën me justifikimin e mos prezencës së përfaqësuesve, i bëm një shkresë zyrtare kompanisë Beralb, duke i drejtuar disa pyetje që siç tham lidhen kryesisht me aktivitetin e tyre dhe ndotjen që kanë shkaktuar ndër vite në lumin fan, duke arritur deri aty sa t'i ndryshojnë ngjyrën natyrale e ujit, gurëve dhe tokës. Por siç e merrni dhe ju me mend, përgjigje nuk ka. Arsyeja kuptohet. Sidoqoftë, indiferenca dhe papërgjegjshmëria e përfaqësuesve turko-izraelito-kinez ndaj interesit ton në të mirë të mjedisit e ka një mburoj. Ato të institucioneve që në 30 vite nuk kanë lëvizur as gishtin për të ndaluar ndotjen. Më datë 21 korrik 2025, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit na bën me dije se një vit më parë, më datë 16 janar 2024, ka kryer inspektime në terren dhe pas konstatimit të shkeljeve nga ana e kompanisë ka aplikuar një gjop me vlerë 100 milion lekë të vjetra, si dhe pezullimin e menjëhershëm të aktivitetit, deri në marrjen e masave konkrete për instalimin e infrastrukturës së dur, e cila do të parandalojë shkarkimet me ndotje në lumin fan. Këto vendime të inspektorëve u konsideruan të gabuara nga firma Beralb, e cila një javë më pas bën ankim pranë IKMT-s, duke pretenduar se arsyeja e ndotjes është për shkak të dampës 50 vjeçare që ndodhet aty, e cila shërben për depozitimin e ujrave të ndotura nga procesi i përpunimit të bakrit. Lidhur me pezullimin e aktivitetit, Beralb e konsideron masë ekstreme, e cila ndikon negativisht në ekonominë e firmës dhe qytetarëve të Fusharzit, të cilët janë të punësuar në kompani dhe minjera. Me pak fjalë, kompanisi qanë zemra për ekonominë e banorëve. Megjithatë, pavarësisht këtyre argumenteve, Komisioni i Shqyrtimit të Ankimeve la në fuqi vendimin e IKMT-s, duke argumentuar se masat e marra nga inspektorët janë konform ligjit, pasi subjekti në fjalë nuk disponon të leje të përdorimit të burimeve ujore apo të shkarkimit të ujrave. Nuk ka patur kontratë për menaxhimin e mbetjeve, si dhe nga inspektimi në terren, gjithashtu është konstatuar se mbetjet e gjeneruara hidheshin në një ambient të hapur dhe të padiferencuara, në kundërshtim të plot me ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Dhe kjo gjë, në çdo vend të botës ku ka sadopak qytetërim apo forcë ligji, do të përbënte një skandal. Madje përgjegjësi do të përballeshin me pasoja të rënda ligjore. Gjithashtu, Komisioni i Shqyrtimit argumenton se përfaqësuesit e firmës Beralb u kanë paraqitur inspektorëve leje midisore tipi DB të vitit 2011, leje e cila e ka humbur efektin e saj ligjor në bazë të ligjeve të aprovuara ndër vite, ndryshuar në 2020. Dhe nga 2020 deri në 2024, kur është kryer inspektimi, kanë patur 4 vite kohë për të pajisur me lejen përkatëse. Vendimi i komisionit për të lënë në fuqi masat ndëshkuese nga ana e IKMT-s bazohet në konstatimet e inspektorëve në terren, të cilët kanë dokumentuar se në përrojën
lojën e micojit, i cili bashkohet me lumin fan, derdheshin vazhdimisht ujëra të ndotura që vinin nga dampa që firma përdor për depozitimin e ujërave të ndotura. Në konkluzionet e tyre sqarohet qartë se të tilla shkelje nga Beralbi janë përsëritse dhe se subjekti është gjobitur edhe më parë. Çka do të thotë se gjoba 100 milion lekë apo vendimi për ndërprerjen e aktivitetit nuk kanë qenë të gabuara, pasi bëhet fjalë për një ndotje masive dhe për më tepër të përsëritur ndër vite. Megjithatë, Beralbi nuk u dorëzua, duke luajtur edhe kartën e fundit, sigurimin më datë 31 tetor 2024 të një mase sigurim pa dije, dhe sot që flasim, çështja mes tyre dhe IKMT-s është në gjykim në shkallën e parë të gjykatës administrative dhe dosjen e ka në dorë gjyqtari Adrian Shega, i cili me sa duket nuk ka patur kohë që të shkojë vetë në fusharë dhe të shohë nga afër ndotjen ekstreme që ka bërë kompania në dëm të komunitetit. Megjithatë, ka edhe nga ata që kanë shkuar vetë në terren dhe nuk kam para asgjë. Siç është rasti i Agjencisë Rajonale të Mjedisit, e cila në përgjigjen e datës 25 korrik na bën me dije se e kanë inspektuar kompaninë Beralb në janar të njëjtit vit dhe se nga kontrolli nuk janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore përveç mospajisjes me lejen e dur mjedisore, duke paraqitur lejen e vjetër të vitit 2011. Të njëjtën që i paraqitën edhe inspektorëve të IKMT-s në janar 2024. Çka tregon që mospajisja me lejen e dur nuk është mungesë informacioni apo çështje kohe, por çështje mosplotësimi kushtesh. Dhe pavarësisht se janë 5 vite me vonesë nga zhurnimi i ligjeve të Shqipërisë, AKM-ja rajonale e Lezhës e ka cilësuar këtë shkelje si kundravajtje administrative duke mos i vendosur gjobë. Mirë lejen i lanë detyrë që ta nxjerr. Po lumi ngjyrë bakri se pam fare ata? Përgjigjen e morëm nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, e cila na bëri me dije se ka kryer inspektime në terren në datat 8 dhe 9 korrik 2025. Inspektorët kanë konstatuar se firma Beralb shfrytëzon burimin ujor sipërfaqësor në lumin fan pa leje të përkatëse nga organet kompetente. Gjithashtu kanë konstatuar se shkarkimet e ujrave pasi dalin nga impjanti i pasurimit grumbullohen në disa vaska dekantimi, por jo të gjitha rrjedhjet grumbullohen në këto vaska duke u derdhur në dampën në afërsitë të aktivitetit, më pas në një ndarje ujore dhe më pas me tubacione derdhë në lum. Këtu duhet sqarojmë se kontrollet nuk u bën nga inspektorët e Lezhës, por duhet vinin ata të Tiranës, të cilët në proces verbalin e mbajtur bëjnë me dije se subjekti nuk disponon të impjant trajtimi të ujrave teknologjike të dala nga procesi i pasurimit të bakrit, si dhe nuk ka patur rrethim perimetrik të disa pjesëve të zonës së ushtrimit të aktivitetit dhe tabelat sinjalizuese dhe orientuese. Megjithatë, pavarësisht mangësive, edhe AKM-ja e përgjithshme një lloj si ajo rajonale vetëm sa i ka përkëdhelur pak miq turko-izraelito-kinez, duke i lënë detyrë që subjekti të ndalojë menjëherë shfrytëzimin e burimit ujor të lumit fan deri në pajisjen me lejen përkatëse, si dhe të trajtojë ujërat teknologjik të dala nga procesi i pasurimit të bakrit përpara shkarkimit në lum. Për t'i rënë shkurt, Beralbi shpëtoi sërish gjobës duke u mjaftuar me disa këshilla dhe porosi dashamirëse. Lidhur me dëmin e shkaktuar nga kjo kompani që grumbullon miliona dollar nga përpunimi i bakrit të nxjerrë nga minerat tona, e pam të arsyeshme që veç korespondencave me institucionet përgjegjëse për ndotjen e mjedisit të komunikojmë edhe me Bashkinë e Fusharësit. A qenë e njëjta fabrikë si para 90 si mas 90, dhe atëherën ka pas pak ndotje lumi, po atëherën ka pas pusë dekantimi, të cilët dekantojnë ujit dhe pastrojnë ujit. Kjo është një proces i cili nuk e let me shku ndotja deri mbi normat e lejuara. Sipas kësaj që dëgjuam, gjërat kanë shkuar drejt degradimit në këto 35 vite. Një fakt që mjafton për t'i vënë shiritat kësaj kompanie. Po çfarë e pengon firmën që të bëjë investimet e duhura në mënyrë që të ulë nivelin e ndotjes në mjedis, apo mos ndoshta përfitojnë nga nevojat e qytetarëve të Fusharzit? 300 familjet janë të lidhur ekonomikisht me fabrikën, plus edhe minjerat, kështu që duke mbajtur balancën komunitet fabrik, ne kemi përshkallëzuar gradualisht gjitha masat për me përmirësimin e kësaj. Rastet ekstreme janë për bllokimi i aktivitetit, i cila nuk konvenon me procesin ekonomik të qytetarët Bashkisë Fusharzit. Këtë dukuri të mosmarrjes së masave të institucioneve përgjegjëse apo të kyçjes së gojës së vetë banorëve të zonës për ankesa, mund ta quajmë fare thjesht pushtim ekonomik në kohë demokracie. Për firma është e papranueshme, nëse ndotja e ujit do të vazhdojë, si bashki ne kemi bërë disa kontakte për problematika që krijohen, me drejtorin kam bërë disa takime, përfundimisht kemi vendosur që ai të rinërtojë pusët e dekantimit, të cilat do ta ulin masën 90% ndotjen. Ai më ka premtuar se do bëj. Pavarësisht se duhet bërë që në momentin kur fabrika nisi punën në urdhrat e pronarëve të rinj, por duket se kryetari aktual i bashkisë ka marrë seriozisht situatën e krijuar. Ndaj më datë 8 korrik 2025, ai ka dërguar shoqërisë një kërkesë urgjente për sqarim dhe bashkëpunim lidhur me ndotjen mjedisore në zonë, ndotje e cila ka vënë në rrezik shëndetin publik. 2 ditë më pas, në përgjigjen drejtuar bashkisë, firma Beralb kërkon të lajduar nga përgjegjësia, duke u justifikuar me procesin e oksidimit të dampës 50 vjeçare. Sikur të ishte dampe huaj që u ka rënë përhise nga halli.
Gjithashtu në përgjigje, kompania Beralb shton se investimet e tyre do të vijojnë për ripozicionimin e pompave të riciklimit dhe ndërtimin e një kanali të ri për ujërat e larta. Sipas tyre, këto investime janë të destinuara për të zgjidhur problemin e shkarkimeve të ujërave të ndenjura në lum, proces që fatkeqësisht dëmton edhe banorët, të cilët e përdorin për bujqësi ujit. Jo kaq thjesht dëmton, në fakt helmon, sepse tokat e prodhimet e saj janë vazhdimisht të kontaminuara me metale të rënda që shkaktojnë dëme serioze në shëndetin e atyre që i konsumojnë. Për yllat ndryshme ka pas probleme me lumin, me pjesën e ndotjes. Kjo ndodh më shumë 3 muajt e verës, sepse muajt e dimrit prurjet e lumit janë më të mëdha, nuk ndikon shumë. Që do të thotë se niveli i ndotjes bie në kohën e rreshjeve. Ky vëzhgim nga ne u krye në muajin korrik të këtij viti. Ndaj, për të kuptuar më shumë rreth dëmit që kjo veprimtari i shkakton banorëve të zonës, premtimet për investime të kompanisë si dhe për nivelin e zbutur të ndotjes në periudha të ndryshme vjetore, siç pretendoi kryetari, u thuam sërish në fusharrës në muajin tetor, duke kuptuar diçka tepër të rëndësishme. Edhe në këto periudhë kohe, pavarësisht prurjeve të shirave, niveli i ndotjes është më së i dukshëm, për të mos thënë i pakthyeshëm. Lumi ka humbur krejtësisht ngjyrën natyrale, edhe gurët, edhe toka. Tani në dimër është i ndotur apo vetëm në verë? Edhe në dimër i ndotur. E përdorni ju atë? E përdorni një lagje më poshtë për vaditje. Po e din që është i ndotur nga bakri? Shkon që bojnë se nuk pit shteti është i fortë. Për mua kanë vështirë me eliminu këtë. Kjo është vazhde vjetër, në ka se filloj të sheh. Sa dhe më mundu shifet. Se i shime, e marrë që në aty. Po situata e keq edhe në dimër, ha? Dimën e verë, këtu. Se atë e tuba që shkot vadis fund, se e kratë më. Këtë ujë e përdorni ju apo jo? Në vetëm të si vadisin të i poshtë, të si vadisin i dëntëri, gri. Si prodhim s'kam marrë për kësaj. Nga kjo gjë, nga ky problem? Po vetëm për kësaj. Në vela rrushin dashit pik lamë. S'ka ujë, s'ban, nuk më nga thosi shumë. Po mirë, masi gjë s'kam bërë këtë firmës? Të më marrë lek të më shku në punë vetë këtë thot firmës. Kanë rënë gjyrën e gurit, sa në fund. Unë maj 2 lopë, edhe kur ishe lopë t'spinu ujnë. Vadisim, tanë orë në ka shqit skorca, që këta na që zdu pësen orë. Nuk prodhon toka? Jo, s'prodhon toka. Vetëm nga ujë? Vetëm nga ujë. Imi lodhë me ta që gjitha me thënë e milë gjënë s'marim në dajë. As dritin, as grofin, as të vene bahet sigur që në gjyrë shashtonit orë. Bënë gjyrën e bakrit? Ha, në gjyrën e bakrit. Të tonë kjo shatim janë ko për atë bakër, mos tani e kush. Kjesë shumë, që kena me thonë. Nga ka për shartë këtë artet parve tonë, tokën e parve të si, që janë e mas mu. Pro kanë zërë jashtë përdërimi. Dhe jo vetëm. Te sistemi biologjik i kanë, ekspertizat biologjike si janë ba lumit, në rast të veçanta s'ka pas as një qelizore, me pas i peshka, po me u aksesu për sezon turistik lumi. Këtë pohim të kryetarit të bashkisë na e përforcon me fakte të detajuara edhe eksperti i mjedisit Sazan Guri. Trupi i njeriu e ka pH-in 7.3. E njëjta gjë është ke gjitarën. Kur thuhet pH-i 2.5, tu duken 4.5 njësi me ulët. Po është logaritmike, është 10 fuqi 10 fuqi 10 fuqi 10 100. 100 herë më ndodh. 100 herë më ndodhur, pra se norma. Mirë, po kjo është ndotje kimike, është ndotje në strukturën e ujit, janë metale të rënda, ndotjet. Janë sedimente në ngarkesë që mban ujin në trup. Acid më acid, e kthen tokën në tokë acide. Kush e di sa mijë vjet mundoj toka të rigjenerohet. Këtë bësh me ndotje mjedisore, ti këtë bësh me jetë shëndetësore të banorit. Ti merr një ndotje në mënyrë direkte nga uji nëntoksor, nga bima, e merr nga qumshi i lopës. E pra, kjo nuk duhet kuptuar vetëm si një ndotje lokale mjedisore, por si një ndotje që na prek të gjithëve ne. Turi i pa ushqyer me oksigjen, po i ushqyer me metale të rënda, ai nuk merr dot veprime të mençura sociale, i merr të gjitha veprimet agresive, o ndaj vetes, o ndaj tjerëve. Gjithçka dëgjuat janë pasojat e kësaj katastrofe mjedisore që vijon të konsumohet çdo ditë me bekimin e institucioneve, të cilat mjaftojnë vetëm me këshilla dhe paralajmërime ndaj firmës Beralb. Ndërkohë ka prej atyre që me iniciativë kanë ndërmarrë hapa ligjor ndaj kësaj kompanie. Më datë 16 korrik 2025, gjeologu Sazan Guri ka depozituar një kallëzim penal në prokurorinë e Lezhës dhe Tiranës, duke akuzuar kompaninë për kryerjen e një procesi pune i cili ndikon negativisht në mjedis, duke e lëmuar ujin dhe tokën, sepse duhet kuptuar një herë mirë. Këtu nuk bëhet fjalë thjesht për një lumë të vogël mes malesh, por për të gjithë ne, për shëndetin ton. Është një kancer direkt në trupin dhe në mendjen e njeriu.